Profesor, së fundmi kanë nisur ndërtimet për të ndërtuar një kull 58 kate poshtë digës së liçenit. Sa të sigurta janë këto ndërtime poshtë digës liçenit? Unë kam qenë berat me shumicën e javës, por mendoj të bëj një organizim në një formën e jo të një proteste, më shumë se sa të një manifestimi për të treguar edhe ndërtuesve, po edhe politikës që e keq orienton ndërtuesin. Pra nuk kam lidhje me biznese me ndërtuesin. Ata kanë qëllimin e tyre duke qenë se janë lokomotivë e një vendi dhe normal që do vendosi lokomotivë, do vendosi vagonë, do t'i jepi me punëtorë ata vagonë për të punuar, është normale punë e tyre. S'kam gjë me ata. Por e vërteta shkencore, si inxhinier gjeolog që jam, bile kam një mikrospecializim gjeolog inxhinierik, e kam një të tillë, e njoh aq sa domethënë. Dhe jam i bindur për disa gjëra që janë tipikisht të ndaluara. Për shembull, ajo që ju pyetët dhe që ndërtohet, një ndërtesë e vogël, në thonjza po që është 58 kate. Ndërtohet pikërisht në aksin e asaj që quhet rrjedhje nga poshtë, ku është kanali i liçenit të Tiranës. Dhe pra atë kanal që shpërtheu në 2002-shin, për shkak të hapjes portës së kryeministri që ishte kryebashkiak, kryeministri sot, kryebashkiak atëherë, pezulloi një ndërtim që ishte 1000 metra larg, 1000 metra, 800 metra larg nga diga, dhe ishte ispostuar rreth 50 metra nga aksi, apo 100 metra, dhe nxori gjithë banorët jashtë pallatit, që ishte pallati i Arabit që është në atë kohë, ke komunë e Parisit, Majt, kur ngjitesh Majtas. Dhe nxori gjithë banorët e pallatit për shkak se gjoja binte afër aksit. Edhe gjoja ai ishte gabimi që u qa diga. Atëherë, vetëm e kaq. Atëherë ka pas drejt në një farë mënyrë kryeministri, megjithëse ishte larg aksit. Po sot që ti ndërton 5 pallate nga 17 kate, që dihet janë ndërtuar, që ne kemi kundërshtuar që në krye të mëngjesit, që në krye të ditës e kemi kundërshtuar për shkak se lëviz disbalanca e kontaktit të urave nëntoksor, e fundit basenit, e peshës së digës, pra shiko sa faktor ka dhe, që lëvizin për këto 5 pallate, plus edhe 2 të tjera ke fusha se Djumi Dinamo, plus edhe këtë 58 kate që duan të ndërtojnë pikërisht në aksin e digës ose në aksin e rrjedhjes së liçenit, dhe për mua, nga pikpamja gjeologo-inxhinierike, për mua është krejtësisht e palejueshme, se ndryshe nuk do ishte ligji viti 1923. Ligji në vjen, që në ndik nuk ndërtohet, bile në 19 ishte ligji, në 23 e përmirësuar, nuk ndërtohet as në rast lufte, sepse gjatë luftës parabotërore panë që diga që shembeshin, meni me vete lukuni me banesa me njerëz me shkatrime, dhe vendosën neni 5 tek ligji i drejtave të njeriut, ligji ndërkombëtar i drejtave të njeriut, neni 5 pika dëti, që unë e kam përdorur me zotin Ylli Manjanin dhe me zotin Erion Veliej në takimin e parë për të fituar gjyqin e kullave, e këtyre 5 kullave. Dhe ne fituam një proces gjyqësor. Pastaj kur kalon një shkallë tjetër, ndrohet e komisioni digave, ne e humbum në shkallë 2, ndërkohë jemi në shkallë 3. Dhe në shkallë 3 është situata e tillë që ky do ndërtoj, le të ndërtoj, punë e tij, s'kam lidhje me njëra tek fort, nuk kam lidhje se kam frikë nga im. Po s'kam lidhje me atë më. Sepse është politika e gabuar që çon biznesin në një udhëri të gabuar. Sepse këtë gjë që biznesmenët shqiptar mund të ishin edhe pak më të arsyeshëm. Pavarësisht se politika e çon një gabim teknik, shkencor, natyror, ata edhe mund mos ta bënin. Sikundur, biznesmenët gjerman nuk e bëjnë gabimin politik teknik që ja u servi politika. Edhe një pra, biznesmenët gjerman, angles, pra kryen ndryshimi pra. Sa do të toj politika që ndërtojë një kullë e pelit të dytë, apo ndërtojë në Bundestag, 15 kate, edhe vetë ata nuk e pranojnë, edhe kjo është ndryshimi midis biznesmenëve apo oligarkëve jashtë me këta që janë këtu brenda, që pranojnë urdhin e gabuar të politikës, që nuk e mendon një urdhër afatgjat, që do ketë jetë, nuk kanë jetë këto. Kjo është në aksin e digës, kjo lloj ndërtimi plus 5 i armë, plus 2 tek fusha e kompleksit Dinamo, plus edhe kjo që ndërtohet 58 kate,
Dhe zoti Rama, kryeministri, për mua e ka hakmarrje këtë. E ka hakmarrje ndaj ambientalistëve, ndaj nesh, e ka hakmarrje ndaj qytetarëve, e bën që të duket që vendosë diktat për gjitha. Ai kërkon të vendosën diktatin urban, ta vendosin mbi diktatin njerëzor. Pra, duke qenë diktator në marrëdhëniet urbane, këtë e bëj unë, këtë e di unë, kjo fillon nga mua, teatri andej, estrada e prishur, shkolla e parë e prishur, radio e parë e prishur, televizioni i parë i prishur, stadiumi i parë i prishur, vazhdo të para, pa fund, vila e parë e prishur, pa fund të para. Edhe ndërton si cari, historia fillon nga mua, thot ai. Prandaj dhe i ndërton këtë. Që të quhet që në kohën e Ramsesit, tamam si faraoni. Që edhe faraoni mbajt mend për veprat urbane, piramidën në kohën e faraonit dhe burit. E njëjta gjë, sepse është e njëjta smundje psikike. Sindrom, është sindrom. Nuk është se me kartel pa rëndësi e ka kjo për mua. Rëndësi ka që është sindrom e një diktatori që nuk pyet më as shoqata arkitekturore, as institucione shkencore, universitete, as akademi, as president, e tham president çfarë bëri, as qeverin, që ti ka gjithë diella dhe goca ato, as parlamenti, nuk pyet parlamentin, nuk pyet as besimet që kemi ne shumë të shkëlqyera që merren vesh që me tjetrin dhe mund merreshin vesh me urdhra kapital politik, nuk pyet as ato, dhe vendos si diella, si thoti, po thoti i kishte mendime pozitive, thoti nuk ka bën kur, thoti i egjiptianëve Pallazi, jo egjiptianët arabë, egjiptianëve viteve 10.000, thoti, ai që mendon, ai që thot, i urti, i dituri, dielli, ai që di, Dio, adio, Dias me plisën kokë, Dias zoti e pirit, Dias. Ata nuk ka boni. Po ti je njeri, ti je qenë njerëzore. Ka mundësi mos gabosh ti. Aq më tepër që ke dhe qëllime të mbrapshta për të vend. Kështu që unë jam kategorikisht kundra, do dalim të organizuar, do themi që ti ndërtojë kompanisë, kemi gjë me ty, ti politik je gabim. Të paktën të rihet gjurma në historitë. Do vi një kohë, 20 vjet, 30 vjet, jam i bindur që do prishë. Si punë e Velierës. I bindur që do hidhet në erë Veliera. Unë s'jam për edhe në erë, po do prishet. Do vi një moment që ajo do dali si që ka dalë, që u përmbyt para një javë, Veliera, u përmbyt Veliera. E kupton dhe ajo. Pra, haka, gjaku, vazhdo, mendimet, energjia e të parëve nuk shkon dëmti në Durrës. Ka lënë hije, Durrësi 10.000 vjet, Atlantit, Durrësi, ka lënë hije, Durrësi Enkelejt, Taulant e në Atlantidasit, ka lënë hijet, Tomori që gjithë këtë beratje, vinë kaq turista, vinë, i themun, nuk vini për bukurime, vini takoni eshat dhe parëve tuaj, që këtu ka fillu civilizimi, Butrin dhe berat, ka fillu civilizim. Këtu me është leja, në Dodon, në Tomor, dhe ati është kalaj Dodon që nuk vete njëriti. Pra, po më skaluar sa ndekte, po të tempra, që bërje një vepre të tillë në aksin ku filtrohet uji i liqenit, dhe prandaj edhe po t'i vësh tre liqeni bahet me ujë të mangët, me ujëra të zeza, më shumë se ujërat e bardha. Pra liqeni ka ujëra të zeza që vjen kundërmorën e erdhi, më shumë që jetë lagja e Farkës aty, ai trapi tjetër që ndërtoi atë Farkë aty, kuturut, dhe njerëzit më kuturua akoma bëhet. Të blesh pallati Peskati, vjen Peskati 3 metra larg, edhe ti nuk ke as i pamje, po ti pas që qenë keq përbanuara, kjo është e tmerrshme buja. Mos kesh një pamje estetike, të shohësh dajtin, të shohësh një horizont mali, që janë burime abstrakte më buja. Një horizont mali, apo një ujvar, apo një liqen, atë merr në farë për të parë liqenin dhe ta zë pamjen tjetër, atë çfarë shikon ti? Po çfarë vetë ti? Paske po shur edhe qeni ron koliba më buja. Pra edhe njeriu më di, është e tmerrshme të jetosh biologjikisht sa një kafsh. Është e tmerrshme ti. Të ashtë të pysh e të flesh. Nuk ka gjë më të tmerrshme se qenie biologjike vetëm, se qenie biologjike janë kafshët. Që nuk shikojnë aq sa duhet për mbrojtje territorin. Se ky është njeriu, po njeriu është qenie sociale më. Ndjen dhimbje, ngrihet, proteston, manifeston, njeriu. Po njeriu është më tepër se kaq. Është qenie politike më, marri vesh ai i ri sot, edhe i vjetër, unë që jam usmerr me politikë, po do merresh o trap. Sepse qofse smerresh ti do merret ai me ty me të hyn deri në xhep. Të hyn Edi Rama me vendimet e tia, të hyn ty deri në xhep. Bile vetëm ajo ka ngelur, pa hyrë në kravatin dopje. Pa hyrë në kravatin, e ajo i ka ngelur se ai të gjitha e ka ndryrë dhe i ka fituar. Zoti kur i tha atij në Mirditi,
O i nanë, tha, s'kam qatë bëjit, tha nëna. I vrau djallë një fundi, dhe. Veç palë duhe frokut, dhe zoti, dhe. Mi po, nuk ndërrui zoti, se ndërrui pali. O i nanë, tha, unë jam pali, dhe. Më këse jam i ngoj, tha. Do të hakën, do të amaru. Pra, nuk po them dalë një shqiptar, marri hak kundër Edi Ramës, po zoti që nuk merr hak zoti, po do gjej metoda dhe veta se si t'i shbëj vendimet e zotit Rama që është i papërmbajtshëm. I papërmbajtshëm ti. Nuk e di se si e këshillojnë. Unë kam qejf të jem këshilltar i tij, kam shumë qejf. Sepse duke ndihmuar kryeministin ndihmoj vendin tim. Po se çfarë ndihmojnë këta morti e këshilltarëti, që i thot merr 300 litra ujë atje në Trajgas, s'ka ndonjë gjë aty i lë nga 2 litra fshatarëve, në mënyrë që ai fiton të drejtën e ujit. Pra ai që të quanti oligark ose zoti Rama e quan biznesmen i madh atë, ai nuk është se merr 300 litra ujë, sepse uji është 600 litra sekond. Kur të zbresi uji merr jetë, kur zbresi uji 500, 400, ai do marrë 300 në. Ai që do marrë i tjerë, o fshatar, o Trajgas. O Trajgas i dhe 95% votave. O Kuq, që këtë darë gjithë jetën darësh me autobus gjërat. Të mori ujnë, të mori jetën, se ti ndërtove jetën pra të burim ujit. Ndërtove jetën. 30.000 banor për 30 km ujë, për kaq 2 litra në sekond që jep bunojet e Kuq. Trajgasi i zvori jep 600 litra në sekond, unë ndërtuan kaq banor. Edhe ai dha votën 95% pa e kërkuar e thap kryeministit pse kërkon ta marrësh ujin. Dhe ai tash ju jep këshilltari, i thot bukur këshilltari, ja erdh, se s'ka këshilltar të tjerë. I thot që 300, këta 10, 20, 12 aty, kënaqen ata. Po ai ka marrë të drejtën e ujit. Mi po dihet ngroja globale. Uji është lufta që mendohet bëhet për ujit, as për naftë, as për litum, as për far. Ari ka qenë gjithë jetën e ka shqetësuar njerëzimin. Për uji është lufta. Dhe kur vjeri ujit nga 600, 500, 400, ai do ta marrë 300 në vetë. Se ka të drejtën ai. E ka me tapije drejtën e ujit. Kjo është që ja u them atyre në Kuq. Edhe sa pampa zbritur i nati, mos më thasin me aty, se s'kan për t'i vajtur kurrë. Po zbriti i nati, thot nusja do zbresi, do vesh prapa, ashtu ka thënë gjithmonë. Po edhe mund vetë aty. Po her për herë jo një aty. Te Kuqotet, ke Trajgasi jo aty. Po këtë po i them, që mbrojeni në gjyq, jo sa të mori, po të ka marrë të drejtën e ujit. E njëjta gjë aty. Edhe ke diga aty. Merr të drejtën e digës. Dhe ai nesër mund të thojë ty që kjo diga, ky liçeni më prish punë mua. Se ai merr drejtën e tokës. I thon një liçen apo 2000 familje aty në këtë pellg. Janë 2000 familje. Kush do jetë aty? Do jetë familja. Do thaj liçenin ai. E sigurt. Pra mund të shkoj deri këtu? Po aty do është ligji natyror i uruar tash. Çka ka për kuptuar? Faj kam unë që jam inxhinier, edhe di dhe jam studiues akoma 70 vjeç, po më shef me libra, po më shef me kompjuter para, apo jo. Kam fajun që di. Po them pra që ky tash mbasi ka bërë 2000 familje në 10-12 pallate, në një gjigandër, dakor? Po ti më thoj rrugën më, ku do jetë rruga? Ke rrugën e asajte. Ushtua Farka, ushtuan 7 pallate, do shtohet edhe ky 58 katçi. Rruga nuk zjeroj dot. Se të zjeroj rrugën, ai do pishi pallatet që janë bërë, 5 pallate. Rruga nuk zjeroj dot, pra një rrugë do jetë me 2 kalime për gjithë banorët e lagjes Fark, edhe për to 12 pallate që janë brenda kësaj që quhet vizë të digës, që janë para. Ku do jetë rrugë? Si do zjerohet rruga? Po këta janë, ku të falin këta? Metra katror që të bësh një rrugë publike dhe më të gjerë, më të mirë. Fare, po ai da marrë komplet sipërfaqe ndërtimi pallat. Kështu që rruga është prap një andej një këtej. Pa rruga do jetë bllokuar kur të vjen këto 7000 automjete shtesë që do vjen për të 12 pallate. Plus pasaj që je në dizekuilibër që bën ti ujit e liçenit, që do mbahet pak se ka pesh, po e mbajtet ploti i liçenin, ka pesh. Dhe diferenca është më e madhe. Edhe për rreziku është akoma më i madh nëse bën liçenin me ujë. Ai do ul liçenin fillimisht që të ndërtojë. Mbasi ta ndërtojë, do ta zhdukë liçenin ai. Edhe ai do thojë që banorët që banojnë këtu do të apo liçenin. Po hiqe ujin e liçenit, e do hiqe ujin e liçenit. Atë projekt që kishte nano apo këtë projekt. Edhe kur ishte Dirama kryetar bashkie, aty do vendi këtare digës o vllai. Aty do shikosh pastaj ti ngrohen globale taracave, pa ujë, pa pyre, pa jeshillëk Tirana dhe sepse ishte 12-15 metra katror për banor mik. Këta e quan 0,5 tash është 0,2 metra katror që bërin për banor. Kjo është Tirana. Kështu që është e dhimbshme, nuk e di. Ne I tham, tash le të guxojnë ata.
turkoshakët, filogrekët, filoserbët, që ka Shqipëria? Spionat, patronazhistat, që janë dhe shumë. Tash le të kundërshtojnë tash. Profesorët, bëjnë në i fast. Ajo ti, monumenti ati në kishën e madhe e Shkodrës, fali o Zot se zgjton dhe zgjin çmendje. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj i ndodhur në OKB ka bërë thirrje për punëtorë nga Bangladeshi që të vinë që të punojnë në Shqipëri. Si e komentoni këtë thirrje dhe a mendoni që është një thirrje që i shkon kreu të shtetit në një kohë që shumë të rinj shqiptar kanë ikur jashtë për punuar? Pra duke parë në këtë që ju sapo thatë, në këtë kompleksitet që po ndodh në Shqipëri, që nga njëra anë shqiptarët të rinë më shumë, të rejat, profesionet e lira, profesionet e çmuara që ka një vend dëbojnë, bile bëjnë që të ikin, kemi thënë njërë tjetër, që të ikin jo ditën me diell, edhe natën pa henë. Dëbojnë, më sakt, dëbojnë si një projekt alla Çubrilović. Bile me që përmenda fjalën Çubrilović, unë kam një libër ku kam vërtetuar 40 projekte që duan të zhbejnë Shqipërinë. Dhe projekti 37, në vitin 37, me 37 pika, është ai Çubrilović. Dhe kur i vë ato në një kolon, majtas, dhe shoh këto, çfarë janë bërë, 35 vjet në përgjithësi, po sidomos në këto 15 vjet të fundit apo 12 vjet të fundit. Nuk dua ta ngatroj me qeverisjen politike, jo Berisha Rama, nuk merrem me këto pra. Po merrem çapo i ndodh Shqipërisë sot, sidomos 2002-2014 deri sot. Dhe të njëjtat pikat Çubrilovićin në të majt, pik për pik, zbatohen në të djathtë nga projektet e qeverisë të sotme, po i quaj këto 3-4 legislatura. Pra, në këtë pikpamje, presidenti që bën një marrëveshje, jam i bindur që është i përdorur, se ai nuk ka këll që ta marrë iniciativën vetë, po jam i bindur që është përdorur nga kryeministri, dhe kryeministri lan duart si Ponc Pilafi, që kanë bërë unë, zdigje unë, e ka bërë presidenti, unë thjesht më duhet të mbush vendet e punës në Shqipëri për kompanitë apo për njerëzit që kanë nevojë për forcë pune. Dhe presidenti bën një llogari pa ngjiti, ndoshta jo në nivelin e një pjekurie të një presidenti, të një patrioti, nuk është fjala për nacionalizëm, po është fjala që në këto kushte kur ti nga njëra anë të bonde, nga ana tjetër sjell, tregon që ti e ke me qëllim të keq. Ti e ke me një mendje që quhet evil mind, mendje të keqe, mendje djallëzore. Dhe ti president, që je forca e unitetit, je forca e ruajtjes së kombit, ku shpesh herë e kemi shpresën ke juve për të ruajtur një diçka monumentale, një vlerë kombëtare. Dhe ty ose ju bën një pjesë e kësaj vepre, do thosh unë, nuk është thjesht një koncept, një ide, një veprim, po kjo është vepër ti që sot për Bangladeshin, nesër për një shtet tjetër indian, një për Pakistan, një për Arabët, që s'ka mundësi me njerëzit e këtyre vendeve. Po kam për faktin që ti të bën dhe nga ana tjetër merr. Dhe kur shef dhe gjithë to vepra urbane, 100.000 apartamente bosh, atëherë bëhet pyetja, për çfarë duan kur tu të ikën, ka ikur deri sot, ka ikur vetëm në vitet 2017-18 sot, të kanë ikur 1.200.000-300.000 shqiptarë. Dhe ti kërkon t'i mbush këto apartamente me 100.000 që janë apartamente të lira dhe po ndërton akoma 40 kaçe, 58 kaçe është apartamenti këtu ke diga që ndërtohet. Për kë i ndërton ti ato? Pra këtu ka një politik o gruzes që i vjen si një vello e keqe Shqipërisë, që shumë njerëz nuk merren dot, shumë njerëz merren me qepin e ditës pra, siç bën romakët Koloseun që të gëzojnë, të hanë, të pinë bira e qofte dhe të harrojnë ç'a ndodh për një perspektivë jo e largët, 1-2-3 vjetësh ajo që do ndodhi për Shqipërinë. Pastaj do thonë ato që parashikohen shpeshherë i malli avokat Altin Goxha dhe shumë tjerë. Ka çdo vend, çdo popull pjell Kasandrën e vet, që mendon që ç'a ndodh me rrethimin me marrjen e Helenës në kohën e Trojës. Ç'a ndodhi? E parashikuan Helen Shortari apo Kasandra. E parashikuan ç'a ndodhi për Trojën. Edhe i thuajnë të çmendur. Edhe tani ka shumë njerëz, si zoti Këshnik Osmani, që ka parashikuar ç'a do ndodhi me këtë Zallamai që duke gatitur kryeministrin fakt, po me mashën
e presidentit. Kjo është e dhimbshme. Presidenti i përdorur dhe ajo duket janë presidenti kur takon kryeministrin. E takon në këtë formë buj, nuk e di, kap kamera këtë. E takon kështu për, imagjinohet. Kur presidenti ka takim zyrtar me kryeministrin, nuk është pi një kafe, ta takoj si doj, edhe i fletë gjuhë trupit, po e takon kështu, nuk vjen që ta takoj në këtë formë serioze. Për thënë që jeni ju, jam dhe unë që më lartë se ju jeni veprimtari i qeverisë, se unë jam ai unifikusi i kombit, jo fare, nuk e kupton dot në gjuhën që përdor presidenti me kryeministrin e shumë gjëra momente tjera. Kështu që është një nga rastet shqiptar, shqiptar. Vërje mendër bujë dhe. Po e keni mendin që e tha filane, unë e thash më unë, ka thënë Krishtin Osmani i pare, po çan si e kam edhe unë që e thash. Unë jam i shqetësuar për këtë fat që po i ndodh kombit shqiptar. Jam shumë i shqetësuar se vetë jam mirë më. Jam shumë mirë më bujë dhe. Kur e pyetin e sa buletinin. E pyetin, si e morë, jam mirë dhaj, po Shqipëria nuk është mirë. Edhe punë ime, jam mirë unë vetë thaj. Po nuk është mirë Shqipëria me këtë që është sot, por aq më keq akoma me atë që do t'i ndodhi nesër. Dhe kjo është e dhimbshme që ti të kërkosh punëtor dhe mos jesh nga njëra anë shqiptarët dhe nga ana tjetër gjen një ratë që kanë qëllime të mbrapshta. Kanë qëllime të mbrapshta, qëllime për të ardhur, ata palestinierë që nuk pranohen në pjesën e shtetit izraelit, i ke këtu, ata afrikanë që nuk pranohen dot në shtetin italian, i ke këtu, ata bangladeshas s'dihet që janë kush janë, do vinë këtu, ata pakistanesë do vinë këtu, dhe do mbushin këtu apartamente, që do vinë, edhe njerë pra, që është e tmerrshme, tash më kujtuam. O shqiptar, si ka mundësi më? Ky president nuk i jep apo se sorollat e stërmundon një shqiptar të Kosovës për të marrë një pasaport. Është një drejtoresh atje, brenda presidenci, i kërkon atje asprën e fundit, futja kod në fjalë. Dhe është e gatshme që për një ditë nxjerrë pasaportën pikërisht këtu i do vi nga Bangladesh. E kuptove ndryshimin pra? Ky është projekti që mbyllet, nxji jetën shqiptarëve brenda, lehtësoi ardhjen e të tjerëve nga jashtë brenda, edhe bëja të jetën të vështirë shqiptari, se këtu nuk ikën shqiptari që s'ka punë, s'ka pronë, dhe këtu ikën shqiptari që ka lek, që ka pronë, që ka truall, që ka biznes. Pra, ndryshon nga ajo që ikën në 92 apo në 2002, sepse shkuan për një jetë më të mirë. Tani nuk ikin për një jetë më të mirë, ikin për një çfarë po i ndodh në familjet e. Kur vjen ai, ndalon thetjanët kryeministit, ndalon ata në balbon, ndalon gjitha shëmtirat që janë bërë tash me gjoja me hapësirat publike që i liroi kryeministit. Më shëmtira nuk ka ku të vëmë në Tiranë atë. Sepse nuk është se o që hapësinë publike, ato janë të njëjta tavolina, vetëm se janë zbuluar, zhveshur, si laskuriq. Kështu që në kuptimin është tamam ajo ide që ka patur Pamkeqi, që mbyllë vitin 1937, që nxiu jetën e shqiptarëve që ata të ikin me dëshirë jashtë. Dhe kjo po ndodh që shqiptarët kur më tregonte një atje në Berat, kam ikur në Amerikë thaj se më griu para 3 vjetësh, se më grinte tha ajo që quhet ta kontrolli vazhdo këto tatime edhe më grinda edhe kur i paguaja prap kërkonin më tepër, i paguaja kërkonin më tepër, mundzi jeta dhe ika në Amerikë. E njëjta gjë betohesh një shofer taksi për një televizion caktuar që më mori motra me 9.8 e shkëlqyer biogjenetik. Edhe punon në call center. E mendon dot i gjallë? Punon në call center motra me biogjenetik, studente e shkëlqyer me 9.8 mesatare, motra gruaja, ndoshta më duket gruaja, më falni, dhe punon në call center. Me 9.8 biogenetise që janë shkencat rralla dhe. Dhe unë me vërtetë e djalit që hade këti nga Amerika këtu sepse je shkencëtar dhe bësh për vendin, e kam të edhe i them që s'më del shpirti pa më ardhur, po ndonjëherë mendon, erdhi, ku do vi, me kë do merret, me patronazhistat, me Edi Ramën, me kryeministin, me këtë qeverisje, me këtë që mushi me ministrat, i mushi me goca edhe me gra. Kjo është qeveria dhe kjo është jeta në Shqipëri. Kështu që për mua është një nga gabimet e rënda që ka bërë presidenti si yftyash i kryeministit. Profesor, ju keni deklaruar që personazhi i njohur i filmave Harry Potter shpesh herë vinte në malin e Tomorit për të rimarrë energjinë e tij. Po ashtu edhe për disa, po themi, tema që ju keni cekur, jeni komentuar shumë nga njerëz të cilët jo me pak ironi në fakt thonë çfarë po thot ky, ku i gjen këto.
Ke një koment për gjithë këto komente që ju vinë në adresën tuaj? Shikoj, në moment më kujtua një monument në Shkodër, pranë kishës madhe. Atje ke një i besimit katolik, se që ata din të falin më shumë. Dhe me duart nga qielli, me syt nga qielli, edhe thot, fali se nuk di që tonë. Po këtë në i teatr, në i dram. Zoti Jetusa, fali se nuk din që bëjnë, nuk di që tonë. Edhe kjo ti që për ti që unë lexoj, studioj, mundohem si stërnip i vëllezërve Frashi, që ka një shprehje shumë bukur. Hiq mu errësirë, thonë të tre vëllezërit. Të tre vëllezërit lanë shprehjen që ky popull do arrijë atë sistemin e vetë qeverisës, apo ekonomik, apo përparus, kur të arsimohet. Ndërkohë që kishte një parë momenti që populli kërkonte arsimin, dhe populli në vetvete brenda populli shqiptar e ka arsimin. Po ka sot, më keq se kurdi, ka një pjesë shumë të madhe dhe arrogantësh, që ja u pjell ignoranca. Ka njerëz që janë turkoshak, që ja u pjell ajo të qendrit musliman radikal. Po një pjesë janë që ja pjell mendja e tyre filo-fqinjugor, filo-grek, le të themi, që e mbajnë veten si të kulturuar dhe për të ndarë nga pjesa shqiptare barbare. Po ndërkohë ka shumë filo-serb, që të mbysin po thua është një patronazhisti, është filo-serb, filo-slav. Dhe po ti mbledhësh ta, në fakt janë shumë, po ka edhe shumë ignorant. Po ignoranta pjell agresivitet të madh. Dhe unë fakt nuk jam përgjigjur atyre. Është tamam statuja në Shkodër, kishë madhe, fali se zgjiston. Që të thoj dikush, që unë me libër, Tomori, i vetë një libër në botë, 330 faqe, të lutem, ja dhe kështë libër Tomori, ma e pak, një sekundë vetëm, vetëm një sekundë. I vetë një libër në botë, me 330 faqe, sepse janë në përgjithësi shkrime nga 2, nga 5, nga 10 faqe. Jo, libër Tomori, një libër blu, poshtë, hape. Po, ma si të lutem. Dhe ti, që nuk e lexuar, edhe aq gërma sa unë kam bërë libra, ose një tjetër, nuk e lexuar aq faqe sa unë kam bërë libra. Se di që të bësh një libër, do të thotë që ke lexuar të paktën 200 libra që arrin të bësh një libër, do të thotë që ta ripërtypësh 200 herë leximin tënd, që të dalë shprehje thjeshtë logjikshme, do të thotë që të bazohesh në referenca me pikë, me presje, me faqe, dhe kur thuhet aty në këtë libër, thuhet që Harry Potter, kur mbaronte energjinë, e kanë librat e Harry Potter, nuk e thash unë. Unë ditë mbledh, ditë them, ditë ngre vlerat e kombit shqiptar që ka nevojë ky popull sot, si asnjëherë tjetër. Sikundër ka qenë 1880 mbas një ignorance kaq 100 vjeçare, rilina si ç'a bën, prunë Skënderbeu, sidomos pjesa katolike shqiptare, prunë kanunin në vëmendje, prunë historinë shqiptare, prunë pellazgët, prunë ilirët, prunë pirotët, prunë dardanët, edhe për të ndiquar. Prandaj edhe vëllezërit Frashi thoshin hiq mu errësirë. Ose shpreha tjetër, po e vëllezërit Frashi, pakës dritë. Pikërisht ky është misioni që unë kam vënë vetes. Në vend se të ri, të brev, të dal, të shikoj sporte, merrem pikërisht me grumbullimin e të dhënave që kanë të bëjnë me vlerat e shqiptarëve në mijë vjeçar, jo në shekuj, por në mijë vjeçar. Mundësisht fati im i madh, specializuar në Itali, një vit në Itali në 1890, për ndryshimet e nivelit detit, në shërbim të gjetëve të naftës, por në këto ndryshime 2 milion vjet të fundit ishin një nga studimet më të mira që po bënte bota të fundit. Ndërkohë që unë specializova pikërisht për ndryshimet e nivelit detit, edhe për 2 milionin, edhe për 25.000 vjeç, edhe për 10.000 vjet. Pra, arrita të kuptoja se çka ndodhur me njerëzimin në këto 25.000 vjet. Dhe e di shumë mirë që më thënë Mal Tomori, qendër e universit, që quhet që quhet tectonic Chenier Point, pikë tektonike Chenier e palëvishme, nuk e di më ndjet. Pra, ky Mal Tomori, këtu, mal i madhërisëm, i magjishëm, është qendër botës,
kalon meridiani zero, natyror, dhe jo meridiani Greenwichit futja kot konvencional. Jemi ke meridiani natyror që ndanë rruzllin në 2 pjesë të barabarta specifike e perëndimit dhe e lindjes. Bile ndan edhe pjesën veriore dhe jugore. Ekuatori është pjesa zero, por në fakt për nga pesha, për nga rëndësia, pra bota rruzli lëviz rrotull të morit. Dhe kjo nuk ka një lëvizje gjeologjike pa një pikë tektonike që merret si e pa lëvizshme. Dhe ky mal të mori, i cili u zgjot nga ata që mbijetuan Atlantidës ose mbijetuan Arkës Noës apo flooding apo vërshimeve detare që kanë ndodhur nga pikpamja gjeologjike 10.000 vjet para Krishtit, para erës sonë, 12.000 vjet sot. Dhe kjo është një epokë gjeologjike nga më të fortat, ku vendoset me diskordancje themi ne, qoftë se këto janë shtresat e para, këto vinë në këtë me mospëputhje të madhe. Holoceni, quajmë neve, është 10.000 vjet edhe këtej, është një nga ngjarjet më të forta gjeologjike në kohën e gjeologjisë. Dhe ata tash që mbjetuan, që morën mallkimin ose mal ikim, ata që u ngjitën mal, shpëtuan. Dhe për të festuar këtë lloj shpëtimi, ata zgjollën një mal që ishin aq astrolog dhe aq astronom dhe aq geometër në kohën e Atlantidës nga viti 16.000 deri në vitin 10.000, sa ditën se zgjedhin malin si qendër të botës, ku bota rrotullohet rreth e rrotull, ku ka energjinë më të madhe edhe forcën e gravitetit më të rëndë, edhe NASA aty vjen më vëllai. Vjen aty lart dhe ikën NASA, arqon energjinë fillestare, e pastaj ikën drejt Enës si pa argjuar karburant. Pra, mali të morit ka magjira pa fund, por që nuk është pjesë e këtij emisioni, por të thënë tyre gjunaqarëve, gjunaçke edhe dhe. Lera tek lëndisen ata, po kur qeshin, kur nën qeshin, bile fillohet që nga gazetar, që nga miku im, Enkel Demi. Që i që herë që është plot, herë që është kot, po unë e piksunoj atë që me anë të sarkazmave të tij, me anë të thonjzave të talleve të tij, përcillet mesazhi i gazetarit i dashur. Ai më do mua dhe, po edhe unë dua atë, që të përcjelli mesazhin. Jam unë ai që do ta vuaja në thonjza tallin e Enkel Demit. Jo, nuk e vuajti. As nuk e llogaris. Në krahasim me atë që unë i përcjell dituri, hiq mu errësirë, pak zdrit, ja përcjell popullit tim, njerëzve të mi, njerëzve që nuk e kanë dot atë aftësi, siç ka tjetër aftësi futbollist i mirë, shahist i mirë, shtangist i mirë, edhe unë studius i mirë, çka ka për kuptuar? Studius i mirë. Po asgjë nuk flas kota më. Asgjë e një fjalë që kam thënë Napoleoni shqiptar, e zhveshur me 40 argumenta dhe referenca me faqe. E ka dalë librin. Zot mundoj prapë të më japsh Napoleonin. Ka dalë librin, çfarë do thuash? 40 referenca. Napoleon Bonaparte, shqiptar dhe bil shqiptari. E njëjta gjë, to mori qendër botës. Prandaj edhe ne në Berat e në Shqipëri e përdorim pse ne jemi qendër botës, po qendër botës. Edhe në gjuhë, edhe në etnokulturë, se nuk gjen dot veshje më të mira se çka shqiptari në Gjokrain, Gjozon. Nuk gjen dot, nuk ka institut francez, amerikan, gjerman, angles, çfarë duash ti, të ripërsërisi veshjet e shqiptarëve. Sepse kur i thanë militore si bëhet kjo veshje, nuk e di si bahet, po kështu bahet. Pra, i kishte trashëguar 10.000 vjet ato veshje, që e bën me gjitha ato gjinglat që janë gjo veshje, gjo figurë në gjublet, mirditore, vazhdo, zadrimës, vazhdo, të Uqinit që është gjubleta e Bregdetit, Marxismale e Vermoshit, vazhdo, veshje e Asit, veshje e Kuksit, veshje e Beratit, pa fund, ti janë të gjitha figurat ligje, ku vendosen piramidat dhe distancat e vjetëve të dritës nga një hyll në një hyll. Kjo është distanca piramidë. Tu është shprehur në metra, aty është shprehur me vite drite. Pra, janë të gjitha rregullat e lëvizjes diellit me Hënën, me Merkurin, me gjithë planetet. Pra, në kuptim, shqiptari ka qenë trashëgon shqiptari atë dituri, pavarësisht që ai bën 500 vjet në kohën e Osmanit, 500 vjet, dhe prap kur doli gjuha shqipe, 1920-ën, gjuhë zyrtare, si mundet gjuha shqipe fshehur 500 vjet dhe në 1924 Fanoli, Luarasi e tjerë përkthyen veprat e botës, Shakespeare, Hugo e Goethe, në një nivel me gjuhën frenge gjermane, Shakespeare, dhe në disa raste më mirë se gjuha frenge dhe gjermane.
Si ka mundësi, pra, kjo gjuhë fshehur 500 vjet. Pra, është hyjnore. E njëjta gjë është veshja, hyjnore. E njëjta gjë mali Tomorit, hyjnor, magji e tërë. Mali Tomorit, sepse po e mallkove malin Tomorit, fillon një herë që të godet e të vret në vend. Shikohet dhe mallkohet. Pra, në kuptim, këta njerëz që më pyete bëjnë ironi, po më po, e le të bëjnë ironi, nuk më duhet fare atë. As pa ndjen fare për ata atë. I falti. Edhe ajo fale që u bëj atyre është pikërisht ai frymëzim që ka marrë ke monumenti atje në Kisht Madhe në Shkodër, që fali o Zot se zgjinç ton dhe zgjinç bëjnë. Edhe unë këtë bëj. Ngre syt nga Zoti, nga qielli, nuk është e lutem, po them jo, fali o Zot, gjunaj them. Gjunaj. E të talli një s'ka lexuar libra Germa, sa kanë bërë unë libra bie fjala, kështu kanë bërë ti shqiptarët. Edhe me babdut karbonar, nga unë e kam mësuesin e gjyshes time, babdutën, e dogjën, e lyen me mjaft dhe e dogjën 1914. Këta e të mesme, Shqipëria e mesme, këta ati, Agji Qamilisët, e dogjën babdutën. Këta nuk dëgjojnë profesorit. Një popull që nuk dëgjon profesorin dhe fjalë e fundit, kjo Amerikë, 300-400 milion banor sot, të paktën ka 30.000 shkencëtarë, i dëgjon dhe i respekton, dhe ata shumë fishojnë sikur janë 3 milion shkencëtarë. Nësa ky popull, 3 milion, i ka dhe ky 3.000 shkencëtarë, po këta nuk dëgjojnë shkencëtarë dhe profesorët. Mua vjen rënd të quajmë shkencëtarë në vendin tim. Nëse ai në Gjermani më gatitur më si shkencëtar. Ai në Francë gatitur më. Edhe e kisha pozicionet e punës për shkuar profesor diku jashtë shtetit. Jo, thash, do ri në vendin tim thash. I thash vetes. Edhe kam ndetur dhe s'kam përdikur kur. Dhe këta nuk dëgjojnë më. Ti bën një bisedë ai thotë, "Nga e ditë thotë. Nga e di, kot, futja kot, profesori kot." Prandaj shkoj gjendi në Shqipëri. Nuk dëgjohet profesori, nuk dëgjohet eksperti. Mësuesit janë ditën e tyre më të zezë, më të keq. Nuk respektohet mësuesi. Kështu që nuk është asi që qeverisja, politika shqiptare ka zhbërë mësuesin, profesorin, avokatin, gjyqtarin, shkencëtarin, mjekun, ka zhbërë mjekun, edhe Shqipëria është pikërisht studentin e ka zhbërë dhe është kjo gjendje që ti shef sot, ku gjithë kemi nga pak përgjësi, po më të madhe e ka politika dhe njerëz caktuar që nuk besojnë te eksperti që thotë Romaku ose Latini që mori nga pellazët. Credito lo experto. Besoj ekspertë dhe popull. Ku bere ti morti e të tallesh ti. Po kush je ti mor burrë? Po i drejtojmë direkt atij personit. Kush je ti mor? Çfarë je ti mor burrë? Nuk di të lidhësh dy fjalë, nuk di të shkruash as në Facebook as një gjë. E kërkon tallesh profesorin. Turp kesh. Po megjithatë vazhdo të kanë falur sepse më frymëzon monumentin në Shkodër. Profesor, faleminderit shumë për zgjedhjen.